Një avion i vogël i llojit Piper i nisur nga bari i Italisë është gjetur i rrëzuar pas një defekti në fshatin Gotull në grykderdhjen e Ishmit në Thuman. Siç raporton nga vendi i ngjarjes gazetari Report TV, avioni drejtohej nga piloti italian Guido Andrea Guidi dhe ngjarja ka ndodhur dje rreth orës 8:45. Menjëherë pas marrjes në pyetje të pilotit, ai ka pranuar se kishte ardhur në Shqipëri për të testuar pjesën e improvisuar, ndërkohë që ka shtuar se qëllimi ishte që rrugën tjetër të mund të merrte rreth 200 kg lëndë narkotike. Por pas një marrëveshje me prokurorinë e krimeve të rënda, piloti është lënë i lirë. Piloti italian ka treguar emrat e porositësve të drogës që do transportohej nga pista ku rrëzua avioni tip Piper dje në mëngjes. Aktualisht emrat e shqiptarëve të përfshirë që u thanë nga italiani nuk bëhen të ditur. Piloti italian është shoqëruar edhe një herë në vendin ku rrëzua avioni për të treguar detaje më të hollësishme mbi mënyrën se si do të kryej transportimi i drogës. Por sipas burimeve bëhet e ditur se piloti kishte ardhur edhe 2 herë të tjera në Shqipëri. Pas një marrëveshje me prokurorinë dhe policinë, piloti italian Guido Guidi është liruar për të jetuar në gjendje të lirë. Sipas prokurorisë, hetimi ndaj tij për momentin është vetëm për shkelje të rregullave të fluturimit. Piloti 69 vjeçar Guido Andrea Guidi, i cili udhëtonte i vetëm, fillimisht ka dëshmuar para policisë dhe ka thënë se ka qenë i detyruar të ulte avionin pasi kishte pësuar një avari. Në shpjegimet e para që dha, piloti italian tha se është ngritur nga bari dhe ka dashur të bëjë një udhëtim me destinacion veriun e Italisë. Për shkak të kohës së bukur ka vendosur të kryejë një fluturim mbi det e më pas në Shqipëri.